Titulli e fundit po flitet shumë për atë titullin e fundit kampion të vllaznisë së vitit 2001 ku keni qenë edhe ju protagonist. A mund na ritheni në vëmendje si ka qenë ato ditë dhe ato momente të këtij titulli kampion? Pasha të gopen jova, se e kujtej si me kanë dje, si të mos dy neshët e fundit, ne lushim kavoj, gjysa ekipit kavojës ishte me ne, gjysa ishte kullar nesh, i me 0 për ne, në barazunin, ishim i diri këshim mos shumë letat nesh. A i barazim në kushtoj shtretë, më dhisën neshë më rari me jekë. Po në rari neshëja ishim, sepse këshim bua fakt krym që do fitoshim kavojët, do fitoshim edhe me veçinin shkodën dhe shumë kam tyret. A i barazim në qëroditi, ishim edhe të fitu për venadin këvar poes. Pandaj novëja që në vëllin veçin, uaj në vëllin neshës prej shumë qëra, ishtë do fitu Tirana, unë përset neshë, vilesë muaj më në qik, e në tjallë po thuj që s'kam gas të rritës, a në shku për më po neshën e pëqit, vetë, në Tiranën 0-0, e në kujtoj si sot, e kam po me tifuzët e pëqin, ishte një brez dritash që ne kishim lujtë edhe me ta, ishte Begea Gjune që më kisha lujtë gjurë klastër me ta, po du të theksoj që me Makani ishte kapitin në ekipit që nuk pranej me toleru neshën me Tiranët, sepse po të fitoj Tirana ditë, e ne do kishim pas shumë shtirë, sepse ishim dy hapë që po thuj se e kishim shumë fare, se e kishim bërë të turë me në karapuas. Ma ne, e kujdes të tash, i njëri qëta nuk ishte shëpni, ishte ashtërit me telefon me aftë e mujë që po se me qërë, se jam neshë, se këllosëm, së rritjes dërsa, e kësha menet, edhe dhe neshë e përgjit, ma dhe ku më rajë 0-0 atje, e tishim të dërgjim kam gësë të ka dhe në vetë, ku që dhe qikë pëqini atë, neshën e fundë shkuë dhe më ishë me lëgjarë. Po gaj kam në shtirë, në ikte për duhes dy ose të fondet dhe i bo, u fatix, zuhet i që më një me atë shiqi që dhe qinë që janë në neshët gau. Edhe dole më bine. Dhe e fest e bukur, asaj ditë maj në stadiumin Lërëburiqin. E më regullushme ma dhe tifozat, edhe i ditë për para neshës atmosferë, o ketë elektrizusin maksimum, njës qeshim, shri, gra, pleq, bloka, gjithë kush në orote. Mas të më dhe atmosferën stadium, atmosferën ma stadiumin që ishte mrekullueshme, janë emocione që janë të forta, në tipën mesin gjithmonë kujtim, ata i ka marrë historie, janë histori dashmo, po janë momente shumë bukur që kur i përjeton si sportist, është diçka e veçantë, dhe bën që kërkuan në kësut. Edhe ju një nga futbollistët më të talentuar vllaznisë pas vitit 90, po në fakt gjithmonë një futbollist matet edhe me titull kampion. Dhe jeni i lumtur që keni shijuar këtë gjë me vllaznin. Po, normal që jam i lumtur njerë, sepse thash, sa do të dojë mirë të jesh, titullet janë atë që ju vajnë diferencën. Unë me thanë drejtën e shpirtit kam kalu shumë pak vjetë shëbi, atë kam fitu të titull me vllaznin, po për ju e që kam një shkullë, po kene shkullë, se të i gatë Sloveni, në Austri, në Gjermani, ma në i patë me sa mos marrë veshje, u largohat për në Gjeropat, nuk kam në bëjtë shumë. Me gjithë atë thash, nuk e ndrojët atë emocion të abit asaj dole ka bjën me qdo gjoj që kam arrit së fort njëth. Dhe ka arë momenti që titullet të rekthej në Shkodër? Po, momenti ka keni ardhën faktikisht para 4-5 vjetëve, po unë misha trajnjer në Gruzë, ma e mëllë si Valdejës du më klikë për pore, edhe më noshe që kam pojnë me dojë vllaznia kampion. E them këtë për arsye se është neshja fundit, edhe të me kënë shumë i kujdeshëm, qofse neshja me Dinamon, sidomos për trajnjen ishte vështirëse të mjaftot e barazimi, edhe u bëdisha trajnjen nuk do disha si do da vejen punët neshje, do mrosha, do filmosha, do mjaftosha për barazimit, kurse të shmora është ndodhë lojtarëve, trajnjeri është thjesht spektator, një lojtar me marrë situatët ndorë, sigur mas të kenë trajnjer, si mos ketë asë një drejtpus, klubit janë djepë të ata që i vendosin, ka qënë të me të klubit fleshë, pa mërë se është të ishë vështirë, se pëse e këmërë dhe kvalitet, por nuk du të akenë frek. Do të vendosin trajnjerët, lojtarët, apo rasia e momentit? Jo, unë mendoj që janë lojtarët ata që do vendosin këtë peshë. Janë lojtarët që do vendosin e zemrë të fush, unë thëmë që vllaznia ka liderat, ose mua mirë me thale është Bekimi që është lideri që e shaf çdo meshje sa në mbrojtje në zemrën e ekipit. Ai duhet ta marrë në ekipin për dorë siç e ka marrë deri tash me Pudri, por normalisht duhet
Prete për të ata që janë në lidar të stolit, në veshë efektuat në lidar ston, duhet jenë maksimalisht impenjum të gëndeshë dhe të nabin maksimumin e mundshëm, por e theksojnë që me tifozej, se të Nadja, në të ketë 2000 tifoza, vazhnia mund të ketë 12, kështu por duhet shohim se ka që tifozej i shumë ka duan mendalet, ka lojtar që i futu stres, nuk i nep maksimumin, ka lojtar që i duhen atë përkrajt. Që duhet shumë pepuri, shumë maturi, duhet për i leshe, me këtë që me duhet, mund është më thane këtë dhe në shumë. Ashtë një qëka që në në arrit. Dhe Edi Martini, beson që nesër titulli vjen në Shkodër? Unë besoj sepse edhe Gnolës po kalon një periudhë të mirë, nuk është në ta ditë të mirë atë sajtë. Vllaznia ka në rritje në neshët e fundit, në që se do të kishte kënë kja neshë para 1-2 mujve dhe kështë fatit të në Gnatja, sepse ishte në formën e mirë. Uzëson vllaznia ka formën më të mirë të ekipit, normalisht ka shumë faktorë. Faktori kryesor është qetësia, faktori kryesor është se sa lojtarët munden me përballu një ndeshje finale. Unë them që kena lojtarë me përballu, pavarësisht se Gnatja ka më eksperiencë tek kjo. Po Gnatja si ekip sepse si ekipi kuala çamos. Monal se me ndeshje që ka është si ekip, kanë pak më të eksperiencë. O gjithsesi, duhet që me përkrajjen e tifozave, duhet hajës vëpëtiv. Dhe tifozët Shkodran e meritojnë nesër të festojnë sërish. Unë kam dalë kampion duos, edhe thosha, o zëtë se si isha në Shkodër me dalë kampion, sepse i kam kreasu atmosferë, dalë kampion duos, me dalë kampion Shkodër, është si nata me titin. Dhe më thanë, anër, që këto për një fmi vëllë, për anër i vëllë, një plak, i blak, gjithë shikdetek, që është një gëzim që me dhe më Shkodran duket më dhe në një ka shumë zemëq. Faleminderit Martin, se ameni.